Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë konferencës së sotme për mediat bëri një deklaratë të fortë kur tha se Edi Rama ka bërë përpjekje në rrogoz për të bashkuar votat me Partinë Demokratike me qëllim shkrirjen e SPAK-ut. Berisha ju referua disa burimeve diplomatike që sipas tij është ngritur çështja se Rama dëshiron që të bindë Partinë Demokratike dhe Sali Berishën për të shkrirë prokurorinë e posaçme. Ai dështoi të siguroj votat e PD-s dhe të bindë Sali Berishën për të shkrirë skapin e partisë. Bëri përpjekje edhe publike edhe nën rrogoz, por unë nuk do bashkoj votat me të. Asnjë hap nuk do bëhet pa Komisionin e Venecias, i cili do të jetë jo vetëm arbitri, por do të jetë institucioni që do trajtojë problemet e reformës në drejtësi. Ai mendonte se Sali Berisha, me që është akuzuar padrejtësisht tani në akt hakmarrje, do pranoj të votoj për shkrirjen e skapit, por i bëri sapet gabim dhe mbeti duar bosh. Nga burimet diplomatike dhe burimet të tjera, është ngritur kjo çështje e përpjekjeve të tij për të bashkuar votat me PD-n, por kjo nuk mund të ndodhte. Unë veprimin e kam shpjeguar pse nuk e lë vendin pa institucione akuze kurrë, por një reformim të institucioneve të akuzës për një vend të lirë. Kjo nuk mund të ndodhte, unë veprimin e kam shpjeguar pse, thot Berisha. Ditën e sotme, kryeministri Rama deklaroi publikisht, ose më sakt, i vuri kusht shqiptarëve se nëse votojnë atë, vendi do të integrohet në Bashkimin Evropian në vitin 2027, e nëse do të votojnë Sali Berishën dhe Partinë Demokratike, atëherë, këta të fundit do të shkrinë menjëherë prokurorinë e posaçme. Ndaj dhe Berisha i është përgjigjur sot pikërisht kësaj deklarate të Ramës.